ka lirësi jashtëzakonisht të madhe në këtë moment, sepse zyrtarisht jemi në sezonin turistik, për sa përket turizmit në qytetin e Durrësit dhe sigurisht rëndësia qoftë nga të veçantë. Unë mendoj që Shqipëria me standarde, një turizëm i cili në për fat mirë dhe qarku i ligjës ka dhe sipas regulacionit që unë kam në qarku i ligjës dhe pikërisht në shëngjim edhe që kjo reformë e nisur do duhet që të vazhdojë dhe kjo reformë deri në fund të vitit do të përfundojë. Janë disa inspektorat përfunduar strukturat, po së shpejti përfundojnë dhe këtu kam parasysh që një pjesë e inspektorateve qëndrojnë, pyet dhe që presin dhe që është projektligji në zyrat e Kuvendit të Shqipërisë, ku do miratohet dhe projektligji dhe imet e inspektorati i mbrojtjes të territorit do t'i bashkëngjitet këtij inspektorati ku do t'i mega inspektorat. Kështu ka nga pale vizuale interesoj, sepse shikoj të klasë zotëri dhe zonja të ndërruara dhe që mendoj qoftë formale në vajtje të një biznes do duhet të jetë në kulturën qytetarë. Konstaton mishra apo produktet e tjera të bulmevit, të cilët mund të dëmtojnë dhe mund të jenë jashtë afatme për gjërat e tjera dhe mund të pra, në këtë moment duhet të tolerojnë. Ama nuk mund të mendojnë të vetë një fshat të legjës kur kemi me 2 çokoladata. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ne, si inspektorati i përgjithshëm, gjatë muajit e 4 që unë jam posur që do kemi një standard. Dhe ky standard ka të bëjë me mënyrën se si do trajtohet çdo ankim ku janë pjesëmarrës antar të inspektoratit të përgjithshëm, antar të inspektoratit qendror, antar nga të parandalojmë rrezikun nga zjarri, të cilët mund të jetë një moment jashtëzakonisht i vështirë, mund të krijojë situata mjaft të vështira në për resorte dhe që mund të kemi pasoja të rënda. Dhe përsëri edhe këtë do të tërheq vëmendjen e inspektorateve dhe gjithë task forces pra që të bëjë të mundur që të parandalojmë të gjithë këto fenomene negative të cilët mund ndikojnë në turizmin në Shëngjin, mund ndikojnë në turizmin në gjithë qarkun ligjit, por në të gjithë Shqipërinë. Të gjithë e kemi qartë që një moment cili është ajo fjala urtë popullore që fjala keqe merr dhën për 1 minutë, e mira do kohë që të vi, që do të thotë që është shumë e rëndësishme që në imazhi jon të jetë një imazh i kuruar për të gjithë turistët të huaj, sepse dihet që turizmi në Shqipëri zën 26% të prodhimit të GDP-s, pra, dhe kjo është shumë e rëndësishme, pra, që edhe aq më tepër që një pjesë e mirë e subjekteve të caktuar të turizmit presin 2 muaj të 3 muaj për të bërë këtë lloj turizmi pranë brigjeve të Adriatikut. Diçka që është hasur problematik në sezonet e shkuara ka qenë nga inspektorati i kontrollit të territorit, që kanë qenë ndoshta prishja beachbareve apo resorteve të ndryshme në pikun e sezonit. A do të jetë kjo diçka që këtë vit do të ndryshojë? Pyetja është më së drejtë, po më së drejtë. Edhe në ditën e djeshme ne kishim një konferencë për turizmin, patëm aktorë dhe operatorë të ndryshëm dhe të gjithë subjektet e tjera dhe kemi një vendim të qeverisë ku nga 15 maj nuk lejohen punime, ndërtime dhe riparime, po themi dhe gjithçka në buzët Adriatikut apo Jonit apo në gjithë në sezon përgjatë sezonit turistik. Dhe kjo do duhet të jetë patolerueshme. Dhe këtë e ka në dorë 3 ente, po themi bashkia, të cilit është pushteti vendor, me anë të policisë bashkiake të cilët kanë dispozicion, apo të inspektoratit të mbrojtjes të territorit të bashkisë, por edhe policia e shtetit, edhe IKMT-ja, e cila është inspektorati jon, që do të thotë të 3 këto institucion do duhet të bashkërendojnë dhe primet e tyre për të bërë të mundur që mos tolerojnë asë dhe një rast të vetën, sepse është e patolerueshme që të kalojnë kamiona betoniere, të cilin ndotin ambientin, mjedisin, nëpërmjet tymret, nëpërmjet e shumë veprimet e tjera, dhe kjo në një kohë që turizmi është aty vingji sipër kokës, është e patolerueshme. Që do të thotë që kjo ndodh nëse ka çështje abuzimi, korrupsioni, arsye të caktuara të cilët i tolerojnë. Pra vendimi i qeverisë është, qeveria ka marrë masat dhe do duhet ky vendim të zbatohet. Dhe unë pa diskutim do të tërheq vëmendjen inspektoratit rajonal të IKMT-s në qarkun e Lezhës, duke lënë detyra me porosi të veçantë. Dhe qëllimi i ardhjes sime
që çdo 2 javë dalë në të gjithë të qarqet është pikërisht dhe kemi parë qarkun e Lezhës dhe qarkun e Durrësit, qarkun e Vlorës, që janë qarqet të cilët kanë momentin e sezonit turistik dhe vim për të kërkuar dhe për të orientuar drejt kësaj qasje pozitive për të patur standarde sa më të larta. Faleminderit.